Edhe gjatë kësaj jave kemi qenë në dispozicion të qytetarëve me parashtresat në detaje përmes digjesave publike të buxhetit të vitit që është në prag. Një vit që hyn me këmbë të mbarë për shqiptarët sa i përket të ardhurave në radhë parë, në paga dhe në pensione, por edhe sa i përket investimeve publike, që do të shënojnë përsëri të gjitha këto së bashku një rritje historike. Tani më Shqipëria është në një nivel tjetër. Ky është një fakt që do të bëhet çdo vit dhe më i prekshëm në jetën e përditshme të njerëzve tanë, të atyre që jetojnë me punë, qoftë në sektorin publik e qoftë në atë privat, në jetën e përditshme të pensionistëve, gjyshëve dhe gjysheve tona, në jetën e përditshme të atyre më në nevojë për të cilët mbështetja, mbrojtja sociale vjen duke u rritur. Sepse ata që na dhanë besimin e jashtëzakonshëm me 83 mandate, një mbështetje e pa precedent për Shqipërinë 2030, jo vetëm meritojnë çdo vit më shumë, por do të kenë çdo vit e më shumë, pasi bara e borxhit ndaj tyre është e tillë që do të na bëjë të vazhdojmë të rrisim punën tonë për ditë e për ditë.